Pacha me ju vëllezër dhe motra. Kjo është e diela e parë e kohës së kreshmeve, edhe ungjilli që kemi për ditën është ungjilli i tundimeve. Edhe Krishti ka pasur tundimet, si ne. Për dashurinë ndaj nesh, ai ka pesu këta, por ka dal fitimtar. Edhe tundimet janë njësoj si kemi ne. Tundimi i bukës, që është tundimi e për me siguru jetën tonë, me jetu në mënyrë sipërfaqësore, duke mbytur problemat tona të thella vetëm me kënaqësinë e mishit. Edhe ku ne ndjekim atë rrugë, mbarojmë ma të zbrazet që përpara. Mendoj se të gjithë ne kena pak këtë eksperiencë. Pastaj ka edhe tundimet të tjera, por këtë tundim i bukës nuk është vetëm me siguru bukën për gojë, por është edhe me kërku, me siguru edhe dashuri për ne, që të dalin ne mirë për balë të tjerëve, që të tjerët të na respektojnë, por në fundit, respekti e askush ka mundësi me na shpëtu. Ne kena mundësi me hargju krejt jetën tonë, duke kërkuar mu kënaq, me dashurinë e të tjerëve, me respekti, me nderin, me kënaqësi trupore, me rehatin tonë, por të gjana nuk na shpëtojnë. Pastaj tundimi i dytë është tundimi që ai ka pas për suksesin, për pushtet, se që ne të jetojmë duke u kënaqur, duke kënaq mishin ton, kena nevojë për parat. Edhe idolli i parë është para. E kush është shkon mbas parave për me ndërtu jetën e vet, ka nevojë me mendu që Zoti nuk ekziston. Do me thënë që Zoti nuk është atë, që Zoti nuk provanon në jetën e vet, që ka nevojë me ndërtu jetën e vet me forcat e veta. Edhe për parat është i gatshëm për me ba çdo gjë. Me lajm familjen, edhe me shku pa ligj në vendet e huaj, me ndërtu edhe bizneset pa asnjë kriter të dashurisë. Për parat kemi mundësi me ba çdo gjë nëse hyj nuk është aty jon. Pastaj ka edhe gjëra tjera, për shembull, me fitu lek, edhe me dam e të tjerëve, me drogë, me gjëra të ndryshme. Nëse Zoti nuk është aty që provanon për ne. Pastaj tundimi i tretë është tundimi i historisë. Me detyru, me kërku me detyru Zotin që të ndryshoj jetën tonë, që të ndryshoj jo jetën, por historinë tonë, njerëzit që na rrethojnë, ngjarjet e jetës, që të mos hymë ne në vullnetin e Zotit, por që Zoti të kryej vullnetin tonë. Edhe kjo është një tundim shumë serioz, nuk e di si lutemi. Qa kërkon ti prej Zotit? A kërkon ti që Zoti të ndryshoj burrin, ose gruan, ose fëmijët, jo për dashurinë ndaj tyre. Jo që Zoti të prek zemrën e tyre, që të tregoj, që të fash dashurinë e tyre, dashurinë e ti për ta, por që Zoti të ndryshoj të tjerët, sepse unë vuaj, sepse unë nuk shoh zemrën e tjetrit, plagën që ka tjetri, nuk më intereson që ai të shërohet, por vetëm që unë të jem mirë. O Zoti nuk mendon ashtu. Krishti nuk kalon në për gjanat ashtu pa kryq. Ngjalli kishte thënë, hidhu poshtë prej majës së tempullit, sepse engjëjt do të shkojnë, do të marrin në duart e veta, edhe ke mundësi të me dalë për balë të tjerëve që je fëmijë e Zotit. Ashtu të tjerët do të besojnë në ty. Pse me kalu ne për kryq? Pse me kalu edhe ne
Pse me duru burrin ashtu si që është një burr ndoshta pjanec, pse me duru këtë gru që është gjithmonë nevrike, pse me duru fëmijët e mi, pse kam me kalu unë nëpërmjet vetmis, pse kam me kalu për këto vështirësitë ekonomike. Mirë, Krishti nuk bien në asnjë prej këtyre të ndimeve, sepse ai ka qartas që ai është fëmija e Zotit, që hyj është ati vetë, edhe që Zoti përkujdeset për të, edhe çdo gjë që Zoti lejon në jetën tonë është për të mirën tonë. Të kemi mundësi me dorëzu jetën tonë në duart e Tija, plot me dashuri dhe me shirë ndaj nesh. Por këtë gjë vetëm në Krishtin. Atëherë kemi mundësi me thirr, me therras emrin e Tij. Ai që ka dalë shpëtimtar mbi këto të ndimet se edhe ne të ndimet që na vinë, që na tregojnë edhe kush jemi ne, çka kemi në zemër, përballë dobësive tona, me thirr emrin e Jezusit, edhe ai do të na shpëtoj. Kushto që ta therras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Edhe jo me shpëtu që Zoti të na hek kryqin, problemat, jo, po që Zoti na shpëton në problemat, që ka mundësi me ndryshu zemrën tonë, që ne të mund të duam me të vërtet të tjeret ashtu si që janë, të ta therrasim emrin e Zotit me problema me burrin, me grua, me fëmijët, në vetmi, në problemat ekonomike, që të jetojmë këto gjana në lidhje me Zotin. Edhe ai do të na shpëtoj. Që lëvdu Krishti.